Çfarë është përveç se ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ, përpjekja e një shoqate përfaqësuesish të gjyqësorit për të rritur pagat e veta me gjyq, që kur në historinë e Republikave me 3 pushtete, pushteti gjyqësor llogarit paga dhe përcakton politikat e pagave apo të taksave të një vendi. Çfarë është rasti më i fundit? Përveç se ndërhyrje në territorin e pushtetit legjislativ, vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndaj komisionet parlamentare. Hapu dhe, i thonë kësaj. Por shpresa është që kjo fazë të jetë kalimtare. Dhe kuturisjet e përsëritura jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore të përfaqësuesve të pushtetit pavarur gjyqësor të fashiten, sepse në të kundërt as do të kemi dot një gjyqësor jo vetëm të pavarur, po dhe domosdoshmërisht të paanshëm dhe profesional, po as do të kemi dot një shtet funksional, një administratë publike e cila t'jap më të mirën e vet për performancën e shtetit, pa pasur frikë të marrë vendime deri dhe për blerjen e letrës higjienike. Ky është fakt dhe është një nga mira faktet që mund t'jap, po e zgjodha enkas sepse është më tragjikomiku i zinxhirit kilometrik të fakteve të prodhuara nga frika. Po as do të kemi dot një sipërmarrje të lirë në punën e vet dhe larg qoftë deri dhe një konsumator të shliruar nga frika